bëj e gjitha me psikologjin. Ciao. Super. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se vini në kanalin tim. Unë jam Elana, sot kemi një vlog të ri. Po ndodhem te balkoni jon, kam këtu kafen time, po mundem të zjohem. Ora ka vajtur ndërkohë 11:30, por është e diel, kështu që kisha nevojë për pak më shumë gjumë, po bëj tani sikur ditët e tjera zjohem nga ora 8. Jo, po okej, çfarë të bëjmë tani? Kështu është jeta ime. Duhet ta pranoni edhe juve në një moment të dytë. Edhe mami me babin janë në shtëpi sot. Unë po pres ndërkohë të dashurin të zjohet, sepse po e marr në telefon edhe nuk më ngre telefonin. Kur nuk e ngre telefonin, po është në gjumë, nuk ka shans të ngre atë telefonin. E ka me zë, nuk e dëgjon. Është në një botë tjetër në këtë moment. Edhe unë po e pres sepse kemi thënë sot shkojmë në plazh. Por nuk e di çfarë ore do përfundojmë të shkojmë. Mbas dite. Do bëjmë banjë në darkë, kur të ik dielli, me shumë mundësi. Deri atëre them të shkoj brenda të ndihmoj edhe unë pak mamin me babin, sepse kanë në plan sot të pastrojnë kondicionerat. Babi ka marrë disa gjëra në Temu, janë kastile që të pastrosh kondicionerat. Po përtoj pak t'ju them të drejtën, po do shkoj, se jam vajzë e mirë. Mirëmëngjes, mami. Mirëditë Alana. Mirëditë. Qa po bën? Po i ndroj qesën e shes me korrent. Po ja del. Po ja dola Alana. Ja dole, bravo mami. Ja edhe kondicioneri është hapur edhe ka filluar procedura e pastrimit. Unë erdha në banjë sepse kam këto shapkat Birkenstock, të cilat janë shapka të shtrenjta, janë shapka që janë ortopedike, edhe unë i vesh çdo ditë, domethënë gjithë beharin e kaloj me këto shapka. Edhe kisha lexuar që nuk bën mirë t'i lash, por kur nuk i lan, e shikoni si janë bërë të zeza fare nga gishtat e mia, normale. Pyeta Marinën, e cila ka të njëjtat shapka, edhe më tha që unë i laj. Edhe thash do ta provoj edhe unë, sepse kanë arritur në një situatë që nuk mundem t'i shikoj më kështu. Po keni dhe juve do një eksperiencë, më thoni, po keni tipsa, këte janë dhe si lani, si bëni që të mos prishen, do me thënë. Furçe dhëmbësh dhe zif. Jam gati, ndrova vesh roba banjo, vesh edhe një fund i cili tani nuk duket, është me vrima e gjitha, po është kastile për në plazh, është i bardh deri poshtë, ishte deri poshtë, para se të ma lante mami. Mami ma lavi edhe është mbledhur tani. Marrinte deri në fund të këmbëve, tani arrin pak më lartë se sa duhesh, po s'ka gjë, barabart unë do e vesh, nuk na intereson edhe shumë, në plazh do shkojmë në fund të ditës. Edhe më mori ndërkohë edhe Marina në telefon, Marina kushuriria ime, e më tha që shkon edhe jo në plazh, edhe tham të shkojmë të gjithë bashk. Marina me të dashurin janë nisur, kështu që për pak do nisemi edhe ne. Unë po pres Devin, se tani e kemi thënë edhe emrin, edhe nuk po më besoj që po e them emër tani, më duket sikur e bëj diçka shumë, nuk e di. Qa tjetër desha të them? Po, u kujtova për Marinën, që nuk ju kam treguar akoma. Marina u fejua javën e kaluar, edhe unë ju kam përgatitur këtu skena gjëra, edhe nuk ju kam treguar akoma, kështu që derisa të ik, derisa të bëjmë gati, do ju le këtu të shikoni fejesën e Marinës. Sikur po shkoj në Santorini, jo sikur po shkoj në një plazh në Athinë. E shikoni situatën time, nuk e di çfarë kisha në mendje sot për këtë outfit që kam bërë, po shumë bukur ka dalë, të them të drejtën. Me këtë kapelen më duken pak si ato kinezet që rrim kështu. Mos bëni ndonjë screenshot tani që po e shikoni këtë video të më postoni nëpër TikTok të më tallni. Ju lutem, për pak duhet të zbresim poshtë.
kam folur fare, sepse kemi erdhur këtu, kemi kapur muhabet, çunat po luanin deri tani me ato, si quhen raketa. Me raketa. Tani bërën një pushim, do ulen. Unë hyra një herë në det, është pak i ftohtë, ka edhe pak dallg, kështu që me qërim edhe në hije, se kemi hije nga pemat këtu. Nuk ishim nevojë as për umbrell as për asgjë. Eri në hije dhe nuk më hyet, se kur ri në diell, do vi momenti që do nxem shumë, do them dua të hy. Tani ri këtu jashtë. Themi pastaj të shkojmë edhe të hajmë diçka, do një peshk. Unë që nuk haj peshk, po okay. Edhe se bëra banjën time me flokët e mia të lagura, u ndrova, hoqa gjithë pislëkun e ditës, edhe gjithë lodhjen bashk, kalom shumë bukur, vajtëm hangrëm në një tavernë, e cila ishte diku në mal, lart, sepse që të shkonim te ai deti që vajtëm sot, duhet të zbrisje në një mal. Deti quheshe Varnava, në atë det shkoja me prindrit që atëre që ishe e vogël, edhe kisha shumë kopa vajtur, edhe thash pse jo, të shkojmë sot një xhiro. Te mali kishte një si tip fshat të vogël. Edhe ulëm atje, ishim vetëm ne, edhe ata që kishin, domethënë, tavernën, sepse e vërteta është që vajtëm edhe vonë, vajtëm nga ora 5 mbas ditës, edhe prandaj nuk ishte edhe shumë gjëra të porosisëm, kishte 2-3 lloj peshk, edhe pastaj morëm pak patate, xhaxhiki, sallate, këto gjërat. Ushqimet ishin shumë të mira, të freskëta, të gjitha dukeshin, domethënë, na shijovi shumë. Desha të them që në atë tavernë kishte një bukë fantastike. Më duket, më tha Marina që e bëjnë vetë në atë vend, në atë fshat, sepse punonte diku atje, më tha Daja. Edhe unë kënaqa me bukë. Vërtet ju them që unë nuk para haj bukë as në shtëpi as jashtë kur shkoj. Atje vdiqa, më pëlqevi tepër shumë. Nuk e mbaj mend si e ka emrin lokali. Po e gjeta, do e le këtu. Po nuk e gjeta, nuk do e le. Këto ishin të reja të ditës. Unë që thoni se kemi edhe një javë pa folur ne. Nuk kam mbaruar akoma me provimet, vazhdoj. Nuk e di sa do duroj akoma, e vërteta është. Por tani këtë javën që do vi, kam 2 provime të fundit, edhe mezi po pres të ikën këto ditët. Thjesht nuk dua të ik kjo pesha lart nga koka ime. Nuk dua ta kem në mendje fare as universitet, as provim, as asgjë. Dua më në fund të filloj tamam behari, sepse edhe tani shkoj në plazh, por shkoj me stresin që duhet të kthehem në shtëpi dhe të lexoj ndonjë gjë. Se kam provim, e kuptoni juve. Nuk ndihem domethënë tamam të kënaqem, të ri për qefin tim. Të mos mendoj asgjë o vëlla. Më thoni juve mbaruat me provime. Shpresoj të keni mbaruar juve të paktën, të keni shpëtuar nga ky halli. Edhe prandaj them, të marr laptopin, të filloj të lexoj pak. Ora ka vajtur në 8:30 natës. Na ka ikur gjithë dita sepse e vërteta është që u zgjam vonë, si u thash. Edhe vajtëm edhe te taverna pastaj edhe prandaj na zuri nata. Por unë them të ri të lexoj do një orë, sepse e kam edhe shtëpinë bosh tani, ka ikur edhe mami me babin, kanë vajtur më duket te tezja. E sa kuptova, po pin kafe, po hajnë dark. Nuk jam e sigurt. Por jam e sigurt që kam qetësi momentalisht në shtëpi, edhe mundem të përqendrohem pak më kollaj, sepse kur është mami andej te salloni, them unë, nuk do e kap telefonin, do shkoj të ri pak me mami, të bëj një, do të thënë, ndales. Edhe pastaj ri atje 3 orë, kështu që tani më duket është ora. E vetmja gjë që më mungon tani është një shalqim bashkë me feta. Nuk e di, juve hani shalqim me feta. E bëjnë shumë njerëz, por nuk e keni provuar, unë do ta sugjeroj. Mua më pëlqen shumë. Në përgjithësi unë me fetën kam dashuri. Nuk e di po e kam thënë. Më duket e kam thënë. Nuk mundem të mendoj një ushqim që do e haja pa feta. Feta shkon me të gjitha. E ve brenda në tost, e ve brenda në sanduiç, e ve me makarona. Ku e di unë, me thjerza, me çdo lloj gjell. Mundesh të hash me të gjitha. Vetëm te ëmbëlsirat nuk shkon.
se është e kripur. Po mund të arrijë edhe në atë pikë, nuk e di. Nuk e kam provuar akoma mbase. Unë ndërkohë që po filmoj tani, nuk e di këtë vlogun kur do e shikoni juve. Sepse ju kisha thënë që me që kam provime, unë tani nuk mundem të jem shumë e rregullt te programi jon. Sepse unë postoj çdo të martë normalisht. Por tani që kam provime, nuk ja dal të editoj e të postoj në orarin edhe ditën që duhet. Prandaj unë po filmoj edhe shpresoj të shikoni këtë vlogun brenda javës. Nuk e di. Mirëmëngjes të gjithëve. E shikoni sa bukur jam tani. Ndihem të paktën është sepse po filmoja TikTok. Kam vënë këtë fustankën këtu të bukur, që është nga Pepermajo. E vërteta është që këtë unë jashtë do ta vishja vetëm me roba banjo ose që të bëj ndonjë foto edhe pastaj do vija me vrap në shtëpi. Është super e shkurtër edhe janë goca që i veshin këto fustanka të shkurtra. Thjesht unë ndihem në siklet gjithë orën, kam frikë që diçka do dalë edhe jam kështu. Kështu që unë me fustanin që nuk ndihem rehat nuk dal jashtë. Mbase është edhe për goca që kanë shale, për shembull, më të holla se të mjet, se unë i kam. Desha t'ju them tani që do filloj të heq të gjitha këto që kam veshur, sepse mbarova me TikTok, edhe më mori Nadia në telefon, edhe më tha të shkojmë në palestër. Unë nuk ju kam folur, edhe nuk ju kam thënë që fillova palestrën më në fund. Unë jam me make-up tani, se e vure që të bëj video. Po vajta kështu në palestër, besoni njerëzit do mendojnë që kam shkalluar pak nga trut. Me shumë mundësi po, besoj. Por t'ju them diçka, më intereson. Fare. Do mundem t'ju tregoj dhe juve palestrën sot. Vandi është i bukur, por thjesht. Unë mendoja që këto orare, do me thënë të mëngjesit edhe të drekës, nuk do ketë shumë njerëz, se mendoja që do jenë të gjithë në punë. Por jo, haha, ishte një gabim. 2-3 herë që kam vajtur, është plot me njerëz. Unë ndihem në super siklet, edhe mirë që fillova me Nadian edhe me një shoqe tjetër që e kam nga shkolla, edhe shkojmë të gjitha bashk, sepse unë vet atje nuk e di po do shkoja kur në jetën time. Ka shumë njerëz, edhe nuk i di edhe akoma pesha te këto gjërat, nuk i di akoma fix ku janë si ti marr. Edhe tani për fillim dua të shkoj vetëm me kushërirën time edhe me shoqen, se vet do vras veten. Prandaj edhe nuk e di sa do filmoj edhe qa do ju tregoj nga palestra. Unë do mundohem. Por le të ndrohem një herë, sepse po vajt edhe me këtë fustan, sigurt do më thonë Ike. U vesha shpejt e shpejt, vesha këtë setin me streqe të shkurtra, sepse bën një super vap jashtë, edhe nuk duroj veten time. Edhe thash, është një zgjidhje e mirë kjo, lart e poshtë, por të shkurtra. Kam vetëm një palë, vetëm këto, nuk kam të tjera. Më duket diçka duhet të bëhet për këtë gjë, a? Duhet të marr edhe çantën, prisni, se kemi edhe çantë qutsi për palestër, që ju kisha treguar që kisha bler në Shein. Do vëm brenda uj, peshiri, morë edhe pak kartopecet të fshi buzët, se okej, do shkojmë të lyera, po ja dhe kaq. Duhet të lidh edhe flokët, se po më japin bezdi, gjyna se sa i rregullova, sa i bëra kaçurelka të bukura me atë tharsin që kam, e tani do prishen me njerë. Por, t'ju them diçka, kështu është jeta. Po i kap tani kështu keq, pa par fare fytyrën në pasyrë, se nuk kam kohë. Super, vajza është super yll kështu. Le të mos e diskutoj më mirë situatën time. Le të vëm edhe syzet në kokë. Qa tjetër duam? Çorape të vesh. Unë gjithë beharin jam mësuar që nuk vesh çorape fare, sepse përdor vetëm shapka kur dal jashtë. Nuk ka shans në behar të vesh unë atlete. Përveç palestrës, po të kisha mundësi të shkoj me shapka, do ta bëja. Po besoj që do ma heqin vërtet nga palestra pastaj. Vajta ndërkohë edhe në mëngjes, bëra betullat e mia. Mi hoqja ajo vajza që kam këtu te lagja. Edhe mezi po prisja të shkoj. Ndihem që ka ndryshuar gjithë fytyra ime, ndihem më në fund e bukur. Po e shikoja veten time dje që i kisha vetullat pa hequra. Kishin arritur qimet deri te syri, edhe nuk mundesha ta aduroja veten. Sot ndihem super yll. Bëjnë super ndryshim vetullat, a dini këtë gjë? Dua të bëj edhe një brow lamination, ajo gjë që ti ngre lart edhe të rin lart për një muaj.
të tipit. Edhe te qerpikët dua t'i bëj prapë lash lift. Jo qerpik falso, se ato macarojnë pak, sidomos kur duhet shkoj në plazh, te lajm, më japin bezdi. Po lash lift është një zgjidhje perfekt. Mos duhet të vi në Shqipëri. Ti bëj të gjitha këto edhe të rimet e pak në Shqipëri që më ka munguar. Si thoni juve? Të vim me motrën, ti them hajde të shkojmë. Unë nuk thoja që parë për çorapet. Apo e mbarova të... Le të ikim. Pajta edhe në pazar që parë. Shikoni goca një koqire që u zjua me mëngjes vajti mori. To, si qenë pjeshka. Pjeshka më duket. Mora edhe lule shtrydhe, edhe qershi të cilat momentalisht nuk duken, si janë të zeza. Thjesht nuk I kam hequr akoma nga qeset. Do I lek kështu edhe kur të kthem do merrem edhe me këto. Tani nuk kemi kohë. Shikoni pak qa kam krijuar unë këtu. Mundeni ta kuptoni qa mund të jetë kjo? Haha, ju kam thënë fiksimin që kam me tacos. Edhe sot, nuk e kisha në plan të haj tacos unë. Unë fillova, edhe thash do nxjerr nga ngrirja disa chicken nuggets që më kishte bler babi në supermarket, të cilat I ve pak në air fryer, piqen edhe I han pastaj, kaq e thjesht, kaq e mirë. Edhe thash po tani do I haj pazje. Edhe mendova pastaj të bëj një patate skuqur, të haj patate me mish pule. Edhe thash pastaj patatet do desha t'i bëj në air fryer edhe ato. Por do duheshe të heq njerë mish pulen nga air fryer I pastaj të vija patatet, derisa të beshin patatet, mish pulja do ishte ftohur. Edhe thash jo, nuk më leverdis kjo. Edhe mendova diçka tjetër. Thash do filloj me gjëra bazike. Preva një domate, kështu pa patur asnjë në mendje. Fillova e prisja domaten në copka shumë të vockla, të hollka, të cilat pastaj hyn këtu brenda. Edhe thash do bëj guacamole. Guacamole është salsa që vihet brenda në tacos, hajt edhe me patatina, domethënë shoqërohet, është meksikane. Edhe guacamole që është avokado me domate të prerë, edhe me qep të prerë, edhe me lajm. Nga lart unë lajm nuk isha fare, vura limon. DIY fare sot. Kështu që posh kemi mish pule, nga lart kam vënë domate që nuk duket tani të prerë, edhe nga lart vura guacamole dhe tani do ta përfundoj me pak kos. Do desha të kisha sour cream. Sour cream është një salcë fantastike, po nuk e keni provuar, duhet patjetër ta provoni. Besoj edhe me kos do shkoj shumë sepse jep një freski, një diçka. Edhe kështu që thoni, nuk e di si përfundova me tacos, unë me mish pule të thjesht kisha filluar, por doli shumë mirë. Kjo këtu është pita, e cila është e bler nga supermarketi, e gatshme, edhe unë që bëra. Do ju le tani këtu një klip të shikoni edhe juve. Kjo është drejt normalisht, nuk është kështu, e palosur në mes. Edhe e vura unë brenda në furrë, në ato telat, edhe e poqa për, nuk e di, për 10 minuta diku atje, edhe se nxora e mori formën, kështu. Edhe ri kështu tani, edhe kemi një tacos gjigante, Kjo është e dyta që do haj. Unë kam qa ngrën të parën, prandaj e hapa vlogun edhe po I flas, se me që më pëlqevi para, thash prit, ta tregoj edhe te vlogu, po duan një njerëzit, po e ka edhe do një njeri tjetër këtë fiksimin që kam unë me tacos, ta provoj, duhet ta provoj. Provovi dhe mami, që nuk është që ka do një dashuri për tacos. I pëlqevi shumë. Është shumë e freskët edhe thjesht edhe mirë për tani për behar për shembull. Mirëmëngjes nga një ditë tjetër. Sot e hapa kamerën sepse është ditë e fundit e provimeve, më në fund do mbaroj. Erdhi dita, erdhi ora. Për gjysmë ore duhet të jem në rrugë, të jem nisur, të shkoj në universitet për herë të fundit për këtë 6 mujorin. Pastaj do fillojmë prap vitin tjetër, po për tani është dita e fundit.
edhe unë nuk mundem të mos tregoj kënaqësinë time, t'ju them që ndjem pak më lehtë, jo akoma, tani jam pak i stresuar për këtë mësimin, por t'ju them diçka barabart, edhe po shkroj ta keq, edhe po shkroj ta mirë, nuk më intereson fare. E vetmja gjë që po mendoj tani është që do mbaroj, do ik gjithë kjo gjëja nga koka ime, stresi e të gjitha, edhe do riqet, më në fund, do kënaqem, do kaloj një behar të bukur, do shkojmë me pushime, do bëjmë gjëra këte janë dhe. Përveç kësaj, desha t'ju lajmëroj, nuk e ti po e mbani mend, po ju kisha thënë, dje, kur e thash, dje më duket, që po mendoja, mos shkojmë të një xhiro me motra në Shqipëri. Haha, ja që do bëjt realitet, sepse pranonton bileta, nuk e besoj dot, do shkojmë në Tiranë me motroshkën time, edhe nuk e di, jam super e kënaqur, me që jam kaq e lumtur desha t'i ndaj me ju. Shikoni, edhe thonjkat e mia që nuk ja u tregova dje, sepse vajta bëra edhe thonjkat e mia dje. I bëra french të thjeshta, po me pak si tip shkëlqim nga lart vurëm, quhet efekt perli, edhe shumë më pëlqejnë të thjeshta të bukura për behar. Po zbrez, sepse ma shkrojti shoqja dhe më tha që po vjen të më marr. Ndërkohë e shikoni që mami deri edhe këtu, jashtë nga dera jon, ka vënë lule. Domethënë, situata ime ja edhe si duket outfiti për sot. Vesha këtë fustankën këtu të zi, të thjesht, nga Komense, mora çantën time nga Polen edhe shapka të zeza në këmbë që të jemi rehat edhe të ndjemi edhe të bukura, sepse po nuk shkroj ta mirë, të paktën të di që jam një vajzë e mirëmbajtur. Ka të bëjë e gjitha me psikologjinë. Kush kupton, kupton. Kush nuk kupton, s'kaq. Nuk kam ngrënë asgjë, sepse gjithmonë para se të shkruaj provime, më prihet oreksi. Po të tipit nuk dua të vë asgjë në gojë. Kam pirë vetëm kafe, normale që të zgjohem, edhe gjithmonë kur mbaroj me provimet, si një gjë magjike, më vjen prap oreksi. Edhe haj çdo gjë që më del para. I've been navy blue, been somebody's fool, but all I remember now is Mbaruam me provime. Nuk mundem të thras shumë, se jam në rrugë dhe do lena. Edhe është edhe drekë edhe do më shajnë edhe komshint, është pak gjyna. Kur të shkoj në shtëpi do thras. Por, tani për tani, shoqja ime e sa më la këtu në këtë lagje, që është lagja e David, të dashurit, edhe unë po shkoj të takoj, diku tha që është këtu më poshtë, sepse ka nevojë të shkojmë një xhiro, do të shikoj për telefon, të kërkojmë për telefon, se i është prishur telefoni që ka, 1 vjetër, iPhone XS Max, diçka e tillë, edhe nuk i funksionon më, nuk i hapet, edhe ka nevojë patjetër për një telefon të ri, kështu që do shkojmë për shopping. Sa hyra te makina ime, po pres shoferin ton, do shkojmë në një qendër tregtare. Ju tha shoku im kërkon për telefon, edhe unë dua të shkoj një xhiro te Sephora, sepse pash që u hap Sephora i ri në qendrën tregtare që do shkojmë, edhe më duket ka disa oferta. Unë kam vënë një gjë kështu të vockël në sy, e do shkoj të shikoj po e ka, të bëjmë pak shopping. Ciao, ciao, ciao. Unë nisëm. Erdhi Devi në makinë. Është herë e parë në jetën tënde që më thua Devi. Herë e parë. Po si të them, erdhi? Erdhi? Po Devi. Erdhi Devi në makinë, kështu mundem të Po. them. Çfarë të bëj tani? Mundem të them. Help me, I'm dug in so deep and I need to climb and show me another path I can walk round these clouds. Everybody comes to the edge sooner or later in life. Help me, I'm lost. Jam kthyer në shtëpi edhe thash t'ju tregoj pak ç'a mora. Unë për veten time, shoku im mori telefon iPhone 16-ën, të thjeshtën, jo Pro, jo Pro Max, jo këtë, jo ande, sepse e vërtetë është që nuk e ka nevojë. Domethënë edhe iPhone 16-ën që mori nuk e kishte nevojë, se nuk është që merret me fotografi ose me këto gjërat, më shumë e ka nevojë telefonin për në punë, domethënë për telefonata që flet gjithë ditën, bën 50 telefonata në ditë, edhe kur kthehet
në shtëpi akoma flet në telefon. Prandaj nxjodhi të marr 16-ën, më tha do marr atë ngjyrën të ziun. I thash nuk ka shans. Sepse un pash një ngjyrë tjetër që ishte si tip jeshile, po jo fiks jeshile. Teal më duket quheshe. Në anglisht, diçka e tillë. Edhe se pash unë rash në dashuri, i thash këtë do marrësh. Më tha, "Okej, do ta marr këtë." Me që do ti, do ta marr këtë. Ç'a të bëj tani? Nuk ishte opsion tjetër. E mori, ta gëzoj, por unë desha për veten time t'ju tregoj ç'a mora në Sephora në fund të ditës. Kam t'ju them që vajtëm te Sephora, peshe si tip event i vogël, nuk e di si ta them, sepse si u thash, tani këto ditë është hapur Sephora në atë qendër tregtare, është e re domethënë, edhe prandaj kishin sjell fotograf, kishin sjell edhe njerëz që merreshin me rrjetet sociale, bënin foto këtej andej. Nena dhan të pim paloma, koktelsa domethënë, edhe kishte një ofertë që thoni juve, për blerje mbi 80 euro, kishe 30% ulje. Unë do ju tregoj. Ju kisha thënë që desha shumë të blem, këtë edhe shumë kohë. Pudrën nga Huda Beauty. Është kjo pudra këtu, prisni, duket disi kështu. Është që ta vesh në fytyrë, që ta bësh set fytyrën domethënë, të ikë gjithë shkëlqimi që ke në ato pjesët që do ti. Unë më shumë dua ta përdor në këtë pjesën këtu edhe pak mbase këtu. Është super e shtrenjtë, domethënë kushton 45 euro. Edhe prandaj nuk e kisha marr, kam 2 vite që them që dua ta marr. Një nga arsyet që desha shumë ta marr këtë pudrën është sepse kam parë shumë review, domethënë shumë goca që merren me make-up e këtej andi, edhe të gjitha kanë thënë që kjo nga Huda Beauty është numër 1. Domethënë nuk ekziston pudër tjetër që t'ja kaloj kësaj. Edhe thonë që kur e ve lart e fytyra jote, është sikur t'ja bën një filter, sikur të bën një smooth, domethënë, te lëkura. Edhe të mbulon gjithë poret që ke, çdo gjë. Edhe thash, do ta blej. Kaq. Edhe gjëja e dytë që mora është jo këtu. E shikoni qesen. Dior. Por nuk është për mua. Është një dhurat, ja morëm dhurat unë bashkë me motrën e Gjenës. Gjena është goca që kujdeset për flokët tona, edhe të mijat edhe të motrës, çdo herë që shkojmë në Shqipëri. Gjena Beauty Studio, jam e sigurt që e keni dëgjuar, sepse e kemi përmendur edhe ne shumë herë në vlogjet tona. Këtë vajzën ne e kemi shumë në zemër, deshim patjetër herën tjetër që do shkojmë në Shqipëri t'i marrim një dhurat. Edhe ja ku është. Nuk do ja tregoj se është dhurat. Edhe nuk dua ta prish. Vendosëm të bëjmë me mamin një kek, të cilën e pa tani në TikTok, në Instagram ku e pa, edhe i pëlqevi, edhe do ta bëj. Ishte pa sheqer. Gjithë gjërat që kam provuar që i bëjmë pa sheqer dalin skandal. Nuk dalin të bukura. Mund të thot çdo njeri që është më mira në botë, ti shikoni atje dhe të duken kështu të bukura në sy, në shije. Nuk hajnë. Po mami do ta provojmë tani, unë i them të vëmë sheqer. Mami thot jo, do ta bëjmë si thot mami tani, se për atë e bëjmë në fund të ditës këtë kekun sot. Kemi nxjerrë deri tani 2 vezë që na duhen. Pastaj thoshte që duhej kos, po ne kos nuk kemi. Kemi vetëm këtë, e cila është me fruta brenda, prisni. Janë nga këto të ëmbla që i han, domethënë i haj unë për mëngjes. Ishim vetëm këtë, i thash mamit s'ka gjë, mbëlsirë bëjmë, e ëmbël është edhe kjo, sa keq mund të shkoj. Do shohim. Edhe kemi nxjerrë edhe 3 pjeshk, të cilat janë pjeshk. Janë të prishura. Kjo është e prishur, mami. Edhe qumësh duhet. Një pjeshk tjetër që nuk është e prishur. Gjallë, qumësh, ç'a tjetër? Mjalt. Ku i morët këta? E kishim porositur te shoku i babit që vajte në Shqipëri dhe na i solli. Nga Tepelena? Nga Tepelena është shumë i mirë. Është shumë i mirë, po, bravo. Se na sjell një bazë dhe provuam e kam kur të bie rruga na ble. I lumë Tepelenës. Sot buke. Sot buke. Farina, që fryet vetë kjo. A po, nuk i thash më të rëndësishëm, nuk bëhet në furrë kjo, kjo bëhet në tigan, akoma më keq. Nuk e di si do shkoj. Do t'i ngrosh? Si ngron veze? Si? Si ngron pulet? Mama! Shaka me Jelena, do i vim në një qikuj të ngrotë. Që ti ngron, po. Po, me që se i kishim nga frigoriferi. Tigan. Se ka po Jasmin, su opa, 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 opa. Unë do laj njerë këto, që t'i presim. Këtu brenda në tigan kemi vënë një lugë gjallë edhe një lugë mjalt. Edhe tani do vëmë brenda edhe pjeshka të prera.
hodhëm brenda të tasi 2 vezë edhe kos, edhe do hedhëm edhe sa qumësht? 100 ml qumësht. Edhe tani përzjejmë. Po shkrim 25 gram gjallë, përveç asaj që hodhëm në tigan, do hedhëm edhe këtu të tasi jonë. Vazhdojmë me hapin me vanilje. Si hapën vanilje? Kam mësuar mami? Jo. Atëherë kemi hedhur tani edhe farinën, jellin që fryet, edhe gjysmë luke sodë. Tani do shohim një vanilje. Edhe një vanilje. Edhe të gjitha këto po i përzjej tani unë. Për farinë thoshte që ta sitëm. Ne nuk e sitëm. Ne se kuzhiniere shumë koti, e o do pasitur. Po ka që mirë që po e përzjej unë tani mami. S'kish nevojë të Nuk sitëm. ka asnjë kotkë brenda. Edhe zoti na ndihmofte Lana. Miksin që kemi bërë këtu te tasi, do ta hedhim lart te Tigani ku kemi bërë pjeshkët. Po, të cilin e kishim fikur deri tani, edhe tani do e ndesim prap që të hedhim të, që të bëhet Të masë. keku. A sa bukur që duket. A na lumshin duart, mami. Shumë sa bukur do duket kur të piqet. Po, unë e thash, në sy duken të gjitha super të bukura. Shiko, në qoftë se nuk do jetë shish me ëmbël, do jetëm ne lur sheqeri, Edhe do në ta gjysmë kile. gjysmë kile, po. Edhe çokoladë nga lart, edhe nuk do Jo ndjesh. çokoladë, nuk shkon çokoladë. Nuk shkon. Jo, vetëm sheqer. Po. Do bëhet kjo. Super yll. Edhe tani e lem këtu lart derisa të mpiksit, Jo të piqet. Të piqet. Të piqet, mami, jo të mpiksit, qa thua edhe ti? Thjesht do piqet në Edhe tigan. ti qa thua tani? Unë i them ato. Oh, na ke çmendur me këto gabime tënde. Po, Elana, ke të drejtë. Ua, po ngatroj gjurë, po e klasi juve tani. I vem edhe tigan kuptohet, ashtu ka pak tigan. I vem edhe tiganit, kuptohet, do me thënë nuk ishte nevoj mami ta thot. Që tigani do tigan, ashtu Po, ka pak. po. Kapaçka i bumati. Jo, nuk është kapaçk. Kjo është kapaçk, quhet kjo që është e vogël. Ajo që është i madh quhet kapak, mos i ngatro. E bukur shqipe të Korçës. I mbaruam të gjitha Elana, gati. Tani është ora. Përse Elana? Përse? Për të lëpirë tasat. Nga mjalti, nga gjalpi, nuk duhet të lëpim. Po, lëpi mami, të bëft Me mirë. këtë mbaron. Procedura e Super, kekut. super. Mirë që bën ëmbëlsira pa sheqer, këtu, të shëndetshme. Edhe pastaj mirë që merr tort që të hash, kështu për ëmbëlsirë, para ëmbëlsirës han edhe një ëmbëlsirë. Kjo me sheqer, Që ta isoropis, që që ta balansosh. balansosh. Balansoj atë që është pa sheqer me këtë. Po këtu brenda ç'a po han? Mjaltin që shkriva me gjatë. Po e lëpi, nuk po hak, po e lëpi. Lëpi këta, hakur. Pastaj nuk e di si do më duket ajo. Me mami ka humbur 1 kile. Thajni bravo të gjithë se ka filluar procesin e dietës. Po ka shëndetshëm. Kështu hafsheur në darkë edhe na tregon ne sikur han shëndetshëm. Ha kek pa sheqer dhe Po. hakur të... S'ke turp fare. Fare s'ke turp. Ti e them diçka. Sa mbarova ditimin, edhe prandaj jam edhe kështu. Edhe tani kuptova që nuk ju tregova kur rezultatin e kekut, sepse e lam gjithë natën të ftohet që të mundemi në mëngjes ta hajmë tamam si njerëz. Edhe që atëre kanë kaluar 3-4 ditë, kanë ngelur pak në frigorifer, por me që kanë kaluar edhe 3-4 ditë, nuk është edhe në një gjendje shumë të bukur. Tani keku. Juve do thoni kjo nuk është kek, ma. Do ju them mbasi dhe keni të drejtë, sepse duket disi kështu. E shikoni si është. Nuk do e haj tani. Do ju them, ditën e parë mundesh të haje. Nuk mundesh të thuash që është ëmbëlsirë, thjesht ka atë shihen e gjalpit të shkrirë bashkë me mjaltin, kështu që shtyhet. Ka edhe pjeshkët lart, edhe i jep një ëmbëlsi. Nuk është do një gjë fantastike të thuash që t'ju them unë tani duhet patjetër ta provoni. Jo. Po doni një opsion pak më të shëndetshme, mundeni ta bëni edhe ju. Po thjesht mos e lini për shumë ditë, duhet ta hani ditët e para, se pastaj merr një formë që nuk e di. Po, është e ngrënshme.
Barabart, unë desha thjesht t'ju tregoj rezultatin edhe të mbyll diku këtu këtë vlogun, sepse tani duhet të bëjmë gati të shkojmë në palestër. Tani qetën të kalojnë edhe gjithë makinat nga jashtë të më bëjnë zhurmë, sa ndezun kamerën, por shpresoj të ju ketë pëlqyer ky vlogu. Shpresoj të rikthehem në programin ton edhe të postoj tamam si njeri çdo javë në orarin ton, dita jon. Do shohim, nuk e di se është edhe behar tani. Për shembull, javën që do shkojmë në Shqipëri, nuk e di se sa do kem mundësi të bëj editim, të postoj. Do shohim. Okej. Edhe kaq, bëni një like, një subscribe, një koment, një gjë çfarë doni juve që të më suportoni. Edhe ne do shihemi si gjithmonë te video radhës.